Me që shpesh na thonë që ne këtu kënaqemi më shumë, sot është një pyetje e thjeshtë dhe shumë konkrete. Kush jetoj më mirë? Ku jetohet më mirë? Këtu apo në diasporë? Pyetja është konkrete, nis debati. E kemi zotrin Fatmirë sot këtu në studio, që në rast të tjera kemi pasur online, por sot e kemi këtu me prezencë fizike sepse ka ardhur për pushime. Mirë se erdhët. Faleminderit, mirë se ju gjejmë edhe faleminderit edhe ne për ftesën. Këtë pozicionin që e keni marrë duket që jeni gati për debat. Edhe kundër zojës. Zakonisht ne jemi gati varësisht nga tema. Shumë rehat. Zoj, mirë se erdhe. Çka kjo ngjyrë të fustan? Kjo veshje, wow. Gjyra kuqe se mërgjimtarëve ju pëlqen gjyra kuqe. Diçka me ta marrim një konfirmim? Ajo më qenë për me gjyra kuqe. Po, shiqa, ngjyra kuqe jo vetëm mërgjimtare, po më besoj që është një simbolik e vetë flamurit tonë kombëtar, edhe një ngjyrë që ofran ngrohtësi dhe kjo që është ngjyrë e bukur. A mundeni sot me u bë diçush mësit për Zojen se fort me mërgjimtar diçka, veç mirë po fol për ta? Të jemi sinqerta, t'ja bajqivin. Jo i sinqert. Thëmë drejtin mu mësit njët më kanë heqë këgje, mirë, dhe në qofë se është të nevojshme. Pse jo? Sepse edhe feja thët, në qofë se dy njerëz, një njeri bashkan, e ka fitu një pikë Unë e kështë të mënu thash mësë, o ardi gatshëm, a ditë që tha, si t'nja me të mirë, thash o argan, të mëna i këndë gatshëm. Po lypte shumë, gatshëm e njerë. E kemi këstrimin po ashtu, që është bashkë me ne për këtë temë, nëse po në dëgjën këstrimin se erdhen. Po e të dëgjën, faleminderit shumë për ftesën, është konfirmoma akon kamerë mirë. Na vetëm zoni për të dëgjën, po, tani jemi okej. Super. Është ky një farë... Pik po me të qaj fustani Zojës që së në pisha. E mërë e kësë tretë që I kuq, i shkurt. Me gjune. E syri ma të sen qizimin. Falmi që s'jam studio, po shumë zetë, nuk pa me me dojnë djel. I kom bot dojnë vjetë s'jam i risi jo. Para me nda, djali i riu, kështë të Qka të thonë. bën djeli ty kësë redë? Për me te për kësini, sot e ka një loj rikëtimi. Si ajo përgjigja e kacta, t'lodh. Fiks, pa ta këpë fës. T'lodh djeli. E kemi edhe ne, nuk e di I kemi bot do vjetë. nëse po na dëgjon, Nejda? Përshëndetje juve në studio, po ju dëgjoj. Mirë shumë, mirë se erdhen. A jem si mirë. Mirë se ju gjeta, faleminderit për ftesën. Atëherë, pyetjen për dinim, temën e dini dhe do ta nisim këtu në studio. Kush jeton më mirë? Ku jetohet më mirë? Këtu apo atje ku jeni ju? Thëmë drejtin një pyetje që nuk do e përgjësoja, sepse ka mundësi të jetohet ku dhe qoftë mirë, po në aspektin të po ekonomik edhe stabilitetit, normal që në Morgata mund të bëjë një jetë më të mirë, vetëm në atë kuptimin e mirëqenjes, po thamë, mirë po, edhe pse janë ato gjona që ona financiare është më e madhe, stabiliteti institucional, ekonomik, prapë se prapë, edhe atje, edhe në Morgata, edhe në diaspori, kemi ato të metat, edhe që nuk mundemi me i avancu, sepse jemi, vërtet kemi një anë materiale, kemi një stabilitet institucionale, shumë se në tjera, mirë po kemi mungesin e familjes, jetojmë largë shoqërisë, jetojmë largë vendit tonë, kështë që vërtet në aspektin shpirtëror ne jetojmë në ma keq. Ajde le ta dëgjojmë fillimisht diasporën, dëgjojmë edhe Nejdën po ashtu. Nejda, ti herën në fundit kur ke qenë këtu në studio ke bërë një deklaratë për cilën e di ka pasur shumë reagime dhe komente në atë se a do të ktheheshit për të jetuar këtu në Kosovë dhe se ndërlidhet pak a shumë edhe me këtë. Pra, kush jeton më mirë? Ku po jetohet më mirë? Unë, me thonë drejten, i bashkan gjitha dhe me thonë fjarëve të zotëri Fatmirit. Edhe kështu që sa për Kosovë, e thojmë i drejten, me shumë knaqësi vimi se vend lindja nuk ndrohet me asë një shtet tjetër. Në një. Në dy, për jetesën më të mirë në varet, ku dhe si jeton dhe si e bën vetë menagjimin e jetës ande. Unë për veti jam që 36 vite këtu do me thonë në Zvicër, edhe jashtëzakonisht unë ndihem thuja se mirë si rishpetimen. Në një. E dyta është, prapë thëmë, nuk e ndroj Kosovën me asë një shtet tjetër. Në fakt, je mërgjimtarja e parë që po e thua që në Zvicër ndina si shpintime. Po, jam se jam 36 vite, edhe thash, jam e para ndërta që e thëmë nuk e ndroj Kosovën me asë një shtet tjetër.
E kuptua. Sepse aty i kom rënjet, aty i kom kalu 10 vitet e parat mija. Por, në qoftë sigurimit sociale, në qoftë shkollat, zanatët, sigurimit qëndetësore, prap jam ma siguruar edhe ma sigur në Zvicër se sa në Kosovë. Enita, se ndoshta mund në gjallë keq kuptime, kjo deklarata që nuk e ndroj Kosovën, në anën tjetër thua që keni jetë shumë të mirë në Zvicër dhe të pëlqen jeta atje. Kjo i bie që ndoshta Kosova, për shkak një jetese më të mirë, është ndruar me një shtet tjetër që është shteti zvicran. Prandaj ndoshta që ta... Besoj që po flet këtë aspektin shpirtëror në këtë kur thotë që... E po ta sharojmë, Eksakt, kështu është. Në rregull. Kesrën, se kemi edhe shumë pyetje që ndërlidhen me ato që thatë, por një herë të dëgjojmë të gjitha palët. Kesrën. Shkurtimisht, në vitet e më parshme, sigurisht jeta më mirë ka qenë në diasporë. Unë vetë kom jetu në vendet evropiane, edhe jom këthy me plot dëshirë edhe me plot vullnet mi vazhdu jetën në Kosovë dhe mirë më ka dalë. Do më thonë, jam ai shembullit që kom jetu jashtë edhe jam këty në Kosovë. Unë mendoj që në vitet e më parshme o jetu më mirë në vendet e diasporës, ndërsa vitet e fundit nuk dallon kurrë Kosova me vendet e diasporës. Krejt që ka mungon, do shta këtu është pak do parqe, do vende rekreative, që mujnë mu kompenzu shumë letë, se kemi shumë natyrë, po në anën tjetër, gjitha që i ka një vend evropian i ka të Kosova. Flasim edhe dishka, ata që nuk mujnë mu ambientu në Kosovë, janë ata që bojnë krahasime. Nëse ti vendos prej një vendi diasporës më ardhë me jetu në Kosovë, në kufi, kur më rinë kufi, duhesh mi nalë krahasimet. Krahasimet sjellin pak knatësi, atje kështu, këtu kështu. Do të thonë nuk duhesh me bë krahasime, edhe duhesh mi shiu çdo ditë Kosovë. Kosova edhe nga aspekti social, edhe nga aspektet tjera, është vend shumë i jetueshëm se sa vendet e Bashkimit do të thonë vendet evropiane ose edhe më larg në Shtetet Bashkuara e tjera. Mos harrojmë që përveç anës sociale që kemi shumë përmbushur, i kemi edhe elemente tjera që e bojnë një jetë cilësore, kemi detin 2 orë, kemi malet, kemi diçka që në vendet evropiane do të ndronin të kishim. Pastaj mos harrojmë që infrastruktura o rregullu shumë. Sistemi shëndetësor ka pas përmirësime. Nëse lidhesh vetëm për një sigurim shëndetësor, po rri po jetoj kështu se sigurimin shëndetësor e kam, atëherë kjo ka thënë që ki diagnozë se jetu rujt nëse mos po smuhesh. Nuk duhesh mi pas frikën e smundjes. Duhesh me jetu aty ku ti ndihesh mirë edhe ku emocionet tuaja janë të përmbushme. Unë mendoj që Kosova ti realizon këto dhe ti plotëson këto me krejt çka ofron. Sigurisht ka shumë mangësi, po tham, nuk duhet me bo krahasime, edhe nëse vendos mu këty në Kosovë, duhet me vendos mu këty pa bo krahasime me vendin ku ke jetu. Jo, që tu dashta mund të rridh me Kesrin, se nuk është edhe bashkë. Okej, na kena pësu ndryshime shumë edhe rrogat i kena ma të mira, po nuk mujna mu krahasu dhe me thonë që me pa tjetër të jenin vetën mirë në Kosovë, se është gjëna dhe është keq nëse mërgjimtarët jetojnë për 30-40 vjet atje, edhe thojnë nuk është veni jam. Është veni se që aty jetu shkollu, jetu i quf një shkollë, jetu e kalu çdo ditë aty edhe ti normal që dashte, ajo është veni ëtë. Po, kur të flenë zemra, kur të flenë shpirti, është tjetër që të flenë në Kosovë. Tash, nëse na llogarisim ku jena ma mirë të jetu, na pak a shumë ju kena afru diasporës, po jo në atë mënyrë sa dohet. Sepse, nëse dikush e lën diasporën edhe për me lënë diasporën për me ardhur me punu këto, duhet me gjetë një punë që pak a shumë i afrohet rrogës që e kam për shembull në Zvicër. Tash, më kanë ashtu nuk është që shumica rinjisi ikin prej Kosovë dhe lypin vende më të mira me shku me punu. Nëse i shkon që ashtu kishin nejt këtë rinia këtu të na dhe nuk ishin ik. Po që ka vend halo për përmirësime, është përmirësu veni jonë, po që nuk mujna mu krahasu asë njëherë me diasporën. Okej, mujna mi pas kjerët e mira, mujna me pas shumë zhvillim të shtetit, po jo aqë sa mu krahasu me diasporën edhe me thonë pelojnë atë për Kosovë. Në Kosovë që punojnë, i bojnë ka 2 puna edhe marrin rroga të njëjta si në Evropë. Po që ato po thëmë, e marrë njeri vetë në momentin që vjen në Kosovë dhe llogarita e merr një rrugë po të njëjtë. Leti të mejla që dojnë më shku mi gjithë një punë atje, mi pas rrogën në moda dhe mandajt edhe mandej
me dërgu, mi vazhdu atë Po, na kena dhe aftirasit që kanë marrë penzione, rroga pa punu. Shumë të rinë Kosovë, familjet po i detyrojnë me mërguse demela, këtu po dojnë në najtë mirë qupare prej atjeshit. Jo, ati pse se ka herë korose se këtu nuk paguhet. Jo, që to muj me kundërshtu Kestrim Falvisht i thëmë sepse në disa raste nuk është që janë krejt demela, sepse tash janë të punu shumë rinia dhe janë të lypë shumë punë. Problemi është që po janë rrogat e vogla. Nëse ti e paguni kamarierë për 200 euro me 8 orë punë, kërkosh nuk 3 ditë sodin në Kosovë. Po shembull ma herët e pajdu se kam postë nevojshme. Po mirë, rroga minimale 500 euro. Kush tren me 8 orë ose me ma shumë orë me të punu për 500 euro? Asnjë i ri. E shohin ma të punës me shku dikon jashtë, 1000 plus, mi marë paret e llogarit që e ka një sigurim shëndetësore dhe dole. Po është e njëjta si këto, sepse edhe Çirak këto Kosovë janë po të njëjta. Janë pak a shumë. Po gjithsesi, vetëm të isha me ndërlidh me parafolcin, shqyqenë ne duhet jemi të sinqert, dallimet diasporë, vendet e Unionit Evropian dhe Kosovë ende janë shumë të larta, që ne duhet të themi dhe duhet jemi të sinqert. Nuk janë shumë. Vetëm se nuk ndërprita, unë vi vetë, unë jetoj që nga vitin 1992 e dua Kosovën, kam bërë shumë dhe do bëjmë, por na duhet me qenë sinqert para publikut, apo kupton? Në çka po aludoni kur thoni sinqert? Në aspektin që flasim apo marrëm raste individuale, apo kupton, është gjëra tjera. Mirë, po në aspektin e përgjithshëm Kosova ka nevojë dhe duhet të ecë ende shumë tutje. Atë pse na thoni vazhdimisht, nëse ka një kur themi kjo se shumë parafolci e përmenin se familjet po i bën fëmijët e tyre dembela. Jo, nuk janë fajtorë familjet. Mirë po, fajtorë janë institucionet, është politika, sepse unë vetë kom zhvillu projekt që kemi marrë në zonë nga Kosova në Gjermani për Ausbildung, mirë po besonin më ka dhimbë shpirti kur kom pa një vajzë, një djalë me fakultet i diplomum dhe vjen aplikon për Ausbildung në Gjermani, kjo është të dhimbshme. Sepse nuk respektohet shkolla, nuk respektohet punëtore. Politika edhe institucionet duhet bënë shumë a shumë që rinisë kosovare, një rini inteligjente, një rini shumë punëtore, të krijon perspektiv në vendin tonë. Në momentin që ne krijojmë perspektiv në vendin tonë, të jam i bindun që edhe ata që jemi, do vinë këto. Nuk është ka që thjesht kjo, po Eneda, edhe pse atëherë pra kaq shumë na e thoni, pra nëse ka një gjë që e dëgjojmë shumë nga ju, është nga mërgjetarët në përgjithësi, është që ju në Kosovë ju kënaqeni këtu bëhet jeta. Pse është kjo referencë, Eneda? Edhe unë 2 vite isha tash në Kosovë, edhe unë jetova në Kosovë 500 herë ma mirë se që jetova në Zvicër. Foli vetëm për pushim kur të kam. Edhe unë erdha në Kosovë, zgjova për gjuhët, dola në restoran me ëndër me gjesit, dola me ëndër në restoran Darken. Isha në Gërmi, me shumë keqardit, tashtë se e ka lërë pak, isha në Gërmi në pishin. Pishina është super, gjithë ka në regull. Toaleti edhe lavaborat nuk kanë ujë. Ku i dërgoj rëthmin ma ndaj në pishin në Gërmi? Nuk i qaj, mirë shumë keqë. E tashti bjen pyetja, pse nuk mundi me bo pra ju Kosovën ma mirë, tashti jo, po do me thëmë politika, ata matë në dhe si që jeni ju edhe ne, pse nuk mundi me rregullu Kosovën që kur di pra nga mërgata, mës me thonë jo, jo mundi me bo, ose pse s'pe bo. Mas pari, Kosova duhet mu rregullu për veti, për neve që na jetojnë ato, që ju kur të vini me pas po të njëjtën. Qaja ke pas prakesh. Nuk pritet. Unë po thamë. A dini për çfarë bazena e më tonë në Evropë që Gërdia më ka bo? Eneda, nëse kishit shkuar në ndonjë bazar më të mirë, do të kishte kushte tjera. A din në përpar bazena në Evropë më konë që më ka bo Gërdia, mos këshirni detaje në Kosovë. Nuk bën krahasime me bo. Edhe sa nuk mi përmet. Pjesërisht. Jo, në regull, mas toaletit zotnitu mi pastru durët, për nge shumë keq që po shprejna kështu, e s'ka uj. Atër nuk shkrejo në regull. Nuk u bo këja meti, edhe sos në
nuk ka problemi. Zotri Kushtrimi e përmende infrastrukturë. Kur jeton në diasporë nuk dush me bo krasime në çdo detaj. Dush pak pasqyrë në gjoni pas të jetës. Apo të gjona amin. Po edhe njësam duhet me kësë parasysh, se na jetoj mirë në Kosovë dhe thonë që për jetoj mirë, jetojmë pjesërisht edhe për shka kontributit të diasporës. Se kafet e restoranet mushen edhe me parë diasporës që i dërgojnë këto. Po, pa tjetër. Do më thonë, nuk është aty problem. O problemi s'ka ka ndryshu Kosova, sa u bo Kosova jetushme, unë tash krasimin e bëj, se kom jetu vetë në diasporë. Kosovës momentalisht nuk i mungon, shumë pak i mungon prej diasporë, se po shkojnë të ri, po shkojnë se është eufori, edhe po menojnë që kanë me kriju kapital, kanë me punu, nuk është në vërtet. Adini sa paguan shoferat e postës që po dërgojnë Kosovë, ka 4-5.000 euro paguan. Kestrema, ti dëgjojnë pak edhe në studio, të lutëm, ti dëgjojnë pak edhe mëndimin edhe për to që tharë. Që ta kryj mëndimin? Këta që në gjesin blaka në Kosovë paguan ka 4-5.000 euro. Jo, shpiti jam në shta shpjellot në studion edhe për shqipë për gjithë mund është me jetu mirë edhe pagat mund është pas shumë mirë. Problemi është unë si klishe mëndimi që duhet me bojë situacionë politika po që tash apo vjen në shërë jo që tash jo në radikalet vjen pas ke pas nevoj me folë që sa skandale veç pak dhe tjesë një kështet ma hek që të mikrofonet që në ati shtrejt do ploka tim puna lej problemi i kestrindër që pëmdo këtë pak për logarit që rinia jonë influencot për me dollë jashtë pe thëmë influencot nuk është ajo është problemi që Kosova fillimisht duhet mundërtu për veti mundërtu për na që jena tu jetu këto edhe masnej për turistët sepse edhe na nëse shkojna në venet të tjera e pat me shumë të drejtë zonja që tha mujnë muanku për uj, mujnë muanku për dosan e tjera për nëse ti në Kosovë ka shumë shatra dhe ka shumë venet që një shi me ra mesin pa uj që do më thonë nuk është veç problem që i atakon këta, po është problem që në atakon mjeve. Kestrine tha do të mu shiku një pasqyrë më e gjera, po duhet, se nëse qyrin Kosova është okej. Po problemi asaj është që punëtorët nuk vlerësohen edhe ajo është arsyeja pse. Shembull Jonxha në disa vende të punës mos me lën punëtorin pa pushim komplet verën. Merr vëlla punëtor më shumë, shtoje stafin, çoj punëtorët në pushim, mos i çon me punu ka 14-15 orë, normal sa ashtu kërkush në ditët e sotme nuk tret. Edhe llogarit që unë po duam të dal jashtë, paguna kam pushimin tëm, edhe është okej, që ajo është në nëjë arsyeja vetme. Po i ndërruar. Çka ti sot? Edhe nëse na i kush ka në ofertë për pllaka me shtrullë, shka tha Kestrini o bërë. Kërkesat më boja kemi në Gjermani për pllaka. Jo, më duket se më duhet ta them edhe një herë, ta përsëris të Kestrim. Ideja nuk është që na duhet kënaqemi me restorane të bukura, me porçe të bukura, mirë po për mua çka është me rëndësi, besoj që me këta të pajtohemi gjithë, është që ne duhet krijojmë politika zhvillimore, duhet krijojmë perspektivë për këta njerëz që janë këtu, apo këta në ju në kuptimin vetëm se unë video vdit edhe shkojnë në për restorante, ha, pi, kënaqem, aja nuk është për mu diçka që duhet të kërënohem. Kosovë është vendjem. Mirë po rëndësi ka që veni shtetit krijoj politika zhvillimore t'ju ofroj gjeneratës së re një perspektivë që mos vjen Gjermani në Zvicër. Këto është problematika, na këtë temë na duhet ta ngritim jot. Unë po mendoj që politika zhvillimore, me restorane të bukura sepse politikave zhvillimore ekonomike ju parakrejnë ato arsimore, unë po mendoj që jo, ne këtu nuk pajtojmë politikave zhvillimore. Arsimi dual është pikërisht në shërbim të ekonomisë, duke i shkarku shkollat drejtimet e përgjithshme dhe duke i orientuar ato profesionale, sigurisht që ti kontribon ekonomisë edhe përmbushat hapësirën e mungesës punëtore, çka sjell edhe zhvillim ekonomik. Domethënë nuk ka mungesë të politikave zhvillimore. E qartë në rregull krejt. Mirë po për me ndodh këtë duhet me pas vullnet. Mbi gjitha vullnet politik për ti
avancu këtë politika zhvillimore, nuk mjafton vetëm... Po janë konceptet përgjithshme, këto që i thoni ju zakonisht disa diasporë janë konceptet përgjithshme, duhet kemi vizion. Po ju lutem atëherë zhvilloni. Kosova u ardhe këtu për shkak vizionit që e kanë pas gjitha qeveritë e paslume. Ka përfundu, ne vërtet nëse dojmë një Kosovë zhvillume, nëse e duam Kosovën, ne duhet nga një nxënës, mësim dhënës, politikan, punëtor i thjesht, duhet ta kemi konceptin që Kosovën ne duhet ta duam me punë, me zhvillim. Deri shtash ai e knaq në janë përfundu ato egot me fjalë. Në Gjermani është një fjalë, punë. Edhe Gjermania ka kalu vetëm pak, duhet ta nxjerrë një shembull. Edhe Gjermania ka dalë para 60 viteve e shkatëruar nga lufta. Po, dëgjoj, po ka arrit me janë ngritur i madh i vogël për me zhvillu vendin e vet. Po çe bashkë me çeta, dhe ishtash ai i knaq. Fjalëve ka shumë tendenca që debati më shkon dhe ka pjesa politika, më marr konotacion politik që është e pashmangshme ndonjëherë. Jo, vetëm diçka, sepse tha diçka Ramusholli. Tha diçka Ramusholli në këtë pjesën, po ato politika dikush duhet i bëj këstrën. Edhe po ne Kosova është zhvillu pas politikave cilat i kanë ndërmarrë në vazhdimsi. Të gjitha qeveritë. Edhe në cilat e tokë, se Kosova e ka pasur tokë. Nëse folim për një ndërlidha, kuptoni drejt, ndërlidha te vizioni për rinin, edhe te zhvillimi, vizioni zhvillimi për rinin, unë thash që një politik e arsimit dual është shumë dikuese sepse për me determinuese për zhvillimin ekonomik është arsimimi, është përgatitja profesionale e fuqisë punëtore, pastaj vijnë ato sigurimet e baza ligjore për garantimin e sigurimeve të huaja e këto. Domethënë, diçka u bë, na nuk mujmë me pa vëzhgje. Se tu pa vëzhgje nuk kena ka mujmë pa sukseset që na bëjnë. Unë këto suksese nuk pja atriboj asnjë partie politike, po që Kosova u zhvillu. E qartë. E nejna, tha diçka, u tha në ndërkohë në debata që Kosova natyrisht është zhvilluar dhe duhet të zhvillohet. Sa po e pranon diaspora këtë Kosovën e zhvilluar? Se këtu është çështja dhe diskutimi ndonjëherë. Domethënë që sa po pajtohen me atë që kanë arritur. Pra pa këto ndërhyrjet politike është fjala. Nuk është edhe shumë që ka përmirësime. Ka përmirësime siç tha edhe zoti Kështrimi, restorane, bukuri, në rregull, po janë sene tjera, infrastruktura që më para. Ku e qëtë një person, nëse ka një person familjar, invalid me karroce, ku deltin për trotuaret Prishtinës? Po, vetëm, Eneda, një moment, se nuk po jeni pak të sinqert me këtë që ju pyeta disaher. Pra, kur mërgjimtarët, dëgjoj, kur neve na drejtojnë, ju po kënaqeni këtu. Kur ne i pyesim pse mendoni kështu, përgjigjja 80%, 90% që e marrin është që qyre këtë kafet plot janë. Që kapen të pjesa restorante. Kështu që ju po thoni që jo kafe restorante, por përgjigjen po e ndërlidhni me kafet, me faktin që njerëzit dalin, mbajnë qef, kafet janë të mbushura. Po, bojnë qef, dëgjoj, unë mendoj se tash rinia ka jetën pak është ma lirë, që pithuni tash diktatri, pithuni jeta ma qenë. E tash të unë po mendoj që rini janë Kosovë bojnë jetën ma qenë. Tash të dhune ju nënë 4 fëmijëve, po pesa jam është 20 vjeçare, do me thonë, kur ta kryen orarin e punës ose shkollës, vajza ime nuk ndalet me një restoran më pi, veç hajt kita pi një kafe. Nuk ndalet, vjen të shtëpia edhe në rregull jemi. Po, se që në Kosovë edhe në Kosovë unë mendoj që është pak ma liri si në oraret punës, ose ndoshta, po më me thonë ndoshta nuk respektohet orari punës. Të disa respektohet, të disa ndoshta nuk respektohet edhe aq mirë. E unë mendoj që këtu është pak një liri më e madhe në Kosovë. E që unë mendoj ta, jo arsyeja e kësaj, tash vjekeq me thonë, po ka herë tash një kafe jona një euro nuk krahasohet me 5 euro të atje. Ka shumë për shembull në shkollat që janë këtu të nënzonca ose njerëz që punojnë e kryjnë punën dhe shkojnë direkt në shtëpi, kurse hinë çato pare. Tash nuk mundna me bëhet krahasim se çdo person që punon shkon e pini koka dhe tele, ajo është arsyeja në pjesën më të madhe të kohës që nuk dalin. Domethënë çfarë është pse neve mendojnë që na po kënaqem, se kena shumë restorante, kena shumë natyrë, apo të njëjtat sa ne i kanë edhe në Zvicër, në Gjermani, në vende tjera të Evropës. Po nuk i frekuentojnë sa na. Këta vinë në Kosovë, okay, nice, shumë mirë, kënaqen na për restorante, e kanë pushimin si na që shkojnë në Zvicër diku tjetër, kena mikshyrë restorantet më luksoze, restorantet më të mira dhe më shku, që domethënë është një krahasim me njëjtë. Kur është shefi, kur është pushimi, maksimum shfrytëzaje.
Një dilemë që e kom si djera, djera keni vrejt edhe ju, zoje ju, Zafir Pierre, shumë nervës këta rinia diasporës, të më rëllë shumë dyqysh si djetë në tipse, a jeni dyqysh si më rëllë shumë si s'po janë disponem, të shto dyqysh, apo i detyrojnë të marrë në zërën Kosova, Zoje si ka rënë sy diçka tjetër, i kanë rënë frizurat në sy. Po, dhe me thonë, ma herët kem të e diskutujt që thamë flok dyqysh pikan me kode. Si me ashe një stil të flokve për dina është i zhifë, A diaspora ka është është puna mirë, shfar analize po ju bojnë këto. Jo, nervos, dyqysh t'i bëjnë që janë nervos, atë nuk janë si që dojnë mu do pa qërë matronë. Po digjin e sakt, s'poku. Bygjona, ideja është që të kjo kafja të knacia, vërtet, unë jam vetë protagonist vinë Kosovë dhe knaqëm, sepse e ndi knacin shpërtërore, sepse është vend dhe jam lindë. Mi po nej do të themi një që nuk është të mentaliteti, sidomos mentaliteti ballkanik, sepse na knaqemi me një kafe, na knaqemi për momentin, sepse nuk mendojmë më larg. Po çata po të njëjtit janë edhe jashtë mërgjimtar, po kur vinte na i pinë 10 kafe në ditë atje pin një. Nuk mendojmë mëngjesi, çka do na pret mëngjesin, çka do na pret mas dia. Po nëse ki çka pendim jashtë ki edhe kur vjen në Kosovë. Se ndonjëherë po krijohet një shtypja që në Kosovë njerëzit nuk punojnë. Njerëzit në Kosovë, edhe njerëzit në Kosovë ka dy puna, dhe ka tre puna. Të jemi sinqert që nuk bëjmë plana fat gjate. Kjo ekziston. Jetojnë sot për sot. Jetojnë mentaliteti ballkanik, sidomos është tek ne shqiptarët, jashtëzakonisht ngritje, ne jetojmë për sot. Për nesën fare nuk e lodhëm kokën. Po, atë nëse jetojnë asë sot për sot, që ata shqiptarë që jetojnë këtu se na. Mirë, po edhe ata që jetojnë zizë në Gjermani edhe ata sot për sot jetojnë, që nëse më bëha dalime. Mentaliteti për një zhvillim më të madh ne duhet mendojmë edhe për nesër. Se kuptoj për na po qëndrojnë atë tema që na do thonë që knaqëm na ma shumë, nëse na veç menojnë asë sot për sot. Jeni po të njëjtit si na, jeni unë po mendoj që ka mendon që rinia e Kosovës në diasporës janë njëjtë. Ne nuk duhet të kënaqemi që vetëm këshillojmë. Aty ku mendoj amerikanë janë njëjtë në kuptimin e vetëdijësimit për pavarësim nga familja. Deri vonë rinia e diasporës i ka martuar familja në Kosovë, në direktivat familjes. Edhe këta në Kosovë janë martu me direktivat familjes në shku i kanë jetu jashtashme në që ka fillu pak pavarësimi i rinis nga familja edhe pikërisht pëse tash më rëllëshëm, po dyshoj që rinia diasporës nuk janë më ashtë nëzejtë për marë në Kosovë, po vinë halo për shkak në ashtë një do familjare e presionit familjes, po shihet që ata më nënkadojnë i boj jetën e vetë të pavarun, edhe ndoshta me shetit diku tjetër në përbote, jo marrë çdo vit në Kosovë, dhe këto e vrej si pikën kryesore që kanë ndryshu rinia edhe Kosovës edhe diasporës. Ndoshta kanë arsye. Që shumë prej mërgjimtarëve, shumë prej fëmijëve që jetojnë diasporë, po i marrin edhe shok të nacionaliteteve tjera të pa Kosovë. Po për çfarë do të kësini? I marrin se po. Kestrini sa që ishte me gjithë për shkak familjarëve. Jo, pikërisht për shkak zhvillimit që përmendëm. Neda, para se po. Se i përçajnë këto. Para se ta marr fjalën e Neda, vetë ta kuptojnë edhe njerëzit gjithë ata që po na shikojnë se e pashë dhe po më shkruajnë kur bëhen këto debate. Nuk është ideja që ne po bëjmë ndasi ju ne. Po flasim për realitete, me ato me cilat përballemi. Kështu që po e Neda, tash po dëgjojmë. Po ngjen shumë keq, ashtu unë për vete e një vete shumë keq kur thojmë ata edhe na. Po. Unë për vete një vete shumë keq. Jemi një popull, kemi një xhbu, kemi një gjak, edhe sado që thoni na ata ose na edhe jo, na prap kur është një pyetje për diçka, na prap e zgjat dorën, mbi burr, pavarësisht se ku. Nuk do me thonë vetëm të familja. Edhe sa për të rinia, para 2 viteve, vajza ime me 3 shoqe, do me thonë nacionalitete tjera, i ka pru në Kosovë. Kur ka vizitu do me thonë edhe prekozin. Edhe është do me thonë në rini e shëndosh, por që me profesionet të tyre, do me thonë rinia në Zvicër po foli, jo të shkel maje.
Jënë të studiu jashtëzakonisht profesionet mira, në ata ku jënë me paga shumë të nolta. Edhe tashti, edhe unë jetë me qëra në Zvicër, edhe burin punon, po unë punoj shumë pak. Do me thonë, ne kina arrimit gjithat, edhe këtu 5 javë pushim, do me thonë e vetë që i kemi, edhe na si familje 6 antarë që jemi, edhe na i kemi 5 javë të ndara, po për ty një 5 javë, 3 javë jënë Kosovë. Po çfarë e kanë edhe këta tonë? Unë nuk kam më shumë që shpesej që janë 7 antarë të familjes. Janë edhe këtu të natë që punojnë, ashta janë veç 5 familjarë, të 5-it punojnë, ashta i kam fëmijë të rritur, edhe ata i koordinojnë, pushimet i koordinojnë datat e tyne për me u bashku, që do me thonë këto aspekte pak a shumë jena pak si të ngjajshëm. Atë nuk kena sërëdojnë me ju diaspora se na bashkojmë planifikimi familjar, sepse duam që t'i takojmë dhe vazhdojnë këto lidhjet. Po reagoni vetëm. Zotri Fatmes na dha përgjigje për mrolat. Unë ishte pjesa vetë. Unë du me lidh që shiqan, ndoshta edhe kemi një arsye, kemi edhe arsye pse vina me mrulla. Unë thonë që edhe situata e përgjithshme sepse na dashëm apo nuk dashëm. Po janë politikë në është hajde mrulla me familje. Ju po japni në zgjedhje, kështu që Kosovan ka janë. Nuk du mendimin tem të politizoj, po t'jeni sinqert. Unë po nisim nga vitja. Sikur momentin që vendosit të nisëm nga Gjermania edhe të vinë Kosovë, kur e di që Kosova po ballafaqohet me XX probleme politike, institucionale, thashën jo marrë se të zjem për politikë, vjen për familje më Nuk mund ta minimizojnë një mendim që kanë ata që janë gjatë dhe për cilin dojnë me gjatë individuale, se në qofë se nisim nga aspekti mendimit individual, unë e vije dhe knashën, absolutikisht në rregull krejt, por ne duhet mendojmë në mënyrë të përgjithshme, në mënyrë të përgjithshme vërtet, ne nuk duhet na po futime me një humler që nesër më ndodhë që nuk dim se ka do shkojmë, nuk na bojmë mande asë në restoranet bukura. Që dhe me nisëm edhe nuk politikën, asë me familje. Se për politikën është një paja dhe i juaje, se këtë mendim që po e thoni, ata më se me mrolla po vinë në Kosovë. Ata kestrën me mrolla po vinë se po ju lojnë kafe, po ju gjejnë kafe, po ju vjeni rati. Të knatësia kur e shumë. Vështet në bashkan qitë. Mendimin që e tha, edhe në formë kritike. Po ideja është që ju keni peshë dhe keni rëndësi në këtë punën politike dhe në këtë faktin kur vije puna të zgjedhjet. Prandaj unë mendoj që diaspora në këtë pikë nuk duhet të ketë fort hapësirën për kritika më pas. Se kur është çështja e politika më pas, e di çka ndodh. Në kuptimin që në kuptimin. Mundet me pas vije që shka të ndodh me politikë, unë është me ta duam Kosovën e imi një dhe duhet të ja, përpara keni mujt mua në ku që tash qeverin pizgëllë në jo. Ju pizgëllë në qeverin tash mos ke shështja. Kërponi përgjësi, ata që vi votonë. Ju përnas gjatë në qeverin. Kestren, prandaj nuk po du mi aja hapësirën me kritiku për mirë, për të përgjësojnë se ndërshta. Atëre, Kestren, do ta bëjmë një pyetje edhe do ta përfundojmë se me siguri ka me pas reagime që shumë rrallë e bajnë apo këtë. Po folin shumë realisht për të çastin që ne kemi ndaj diasporës, ne këtu në Kosovë, edhe për para gjykimit që ndonjëherë dim t'i bëjmë, por edhe gjykimet. Por në fakt, po harrojmë diçka që a na paragjykon edhe vetë neve diaspora kur vjen Kestren? Çka? Që na kena pas një raport me diasporën deri vitet e fundit, po tham vitet e fundit ka ndryshu. Kemi pas një raport jo të barabartë, sepse ne jemi ndi inferior ka shi aty në diasporës, ata e ndi superior ka shi nesh, dhe kjo e ka pas burimin kryesisht të financat, të mirat materiale. Do më thonë, na duhemi pranu këta.
Na kemi qenë shumë keq, këta kanë qenë shumë mirë materialisht dhe normalisht që u krijuaj raporti inferioritetit dhe superioritetit. Po vitet e fundit kanë ndryshu. Me liberalizimin e vizave, me udhëtime, me rregullimin e pak pagave në Kosovë, një mirëqenie më të mirë, ka filluar me ndryshu, edhe mendoj që edhe mentaliteti i rinis ka filluar me ndryshu pak edhe i diasporës dhe i Kosovës, tash kemi ardhur me një farë pozite pak a shumë si duke u barazu aty këtu. Po i pëlqen Ramushollit, s'po i pëlqen. Jo, më varet nga karakterit e njerëzve, se nuk di pse po i përgjithësoni gjonat. Po di ti po për përgjithshme në këtë kohë, në këto raste s'po lën me përgjithësu. Domethënë na e marrim kur shpreh mendimin e marrim një farë argumenti të një mase të njerëzve të cilëve na rrethojnë, të cilëve na kemi kontakte dhe kemi përvoja. Tash normalisht në anketim nuk mujmë shku me botë 7 milion shqiptar që është njësh atje që është njësh. Nuk është letë me rimi në Kosovë. Nuk është letë me rimi. Jo, unë e kuptoj shumë mirë jetën, sepse edhe unë jam pjesë, edhe pse jetojmë jashtë, na jemi pjesë e jetës shoqërore politike sene. Po, na duhet ta them realitetin edhe vërtet duhet bëjmë gjonat mira për këtë vend. E meriton. Ama duhet me kanë gjumë për që rinia jo po jeton një jetë mirë, jo që diaspora na ka lakmi, po që kur të vinjë na po të njej, besoj që edhe kestrinit e pëlqen, po flas tash edhe ka pjesa që e ceki para prakesh me mrola pa mrola, inshallah nuk i shohim më me mrola, po që rinia duhet marrë më. Unë për nisan jam shumë e lumtur që rinia jon ka evoluar edhe kena ardhur deri në këtë pikë, sa mos m'ia pas lakmi kërkuj mënyrën qysh dokën, qysh janë të arsimume dhe çdo sen tjetër sepse duhet më kanë krenar me qitrinit që na e kena edhe që kena mbri më kanë po të njëjtë me ta. Këshire një qik tonën, një qik të diasporës nuk mundesh me i dallu edhe I like it. Edhe një gjë shumë interesant që thuhet shumë shpesh, si për vajza si për djemë të diasporës. Janë shumë të bukur. Po, sinqerisht, kjo është çështja që diskutohet shumë, që meqense e the që nuk dallohen shumë. Por realisht vjen sy kjo bukuria vajzave shumë të bukura. Që shpesh e cekin edhe thonë që për shembull Zvicër, Gjermani, këto vende që përmendëm pak më shpesh se diasporën e kena më shumë, që atje nuk kanë kohë, janë të angazhuar edhe në disa raste unë shoh që në rrjetet sociale i gjykojnë qikat këto që rregullohen. Po rregullohuni, sepse nëse ju e keni një punë që s'ju del koha me u rregullu, nuk do të thonë që këto tonat janë më të këqija për që rregullohen. Do të thonë ju që kena kohë. Kjo është më shumë si një mesazh që mos më sheh prioritet. Po, është edhe diçka personale, do me shku në punë, do me u duk bukur, është prezenca, respekton vendin e punës. Nëse qikat atje dolin pak më thjesht, dolin sepse edhe veni është i tillë, po ju me u baj krahasim. Unë kënaqesha shumë kur i shoh qikat këto të na, që i kanë mundësit po të njëjta me qikat e diasporës, edhe që s'ka modallime, dalin qikat e mi që sa shka janë bashkë, nuk mundesh me vrejt cila është e diasporës, cila është këto. Edhe kjo është shumë një sen i mirë që s'ka dallim. Do ta lirojmë Kestrin, faleminderit shumë për sot. Faleminderit shumë faleminderit. Kontributin e pashtetshëm. Po, tash ka pas nevojë Kestrini me dalë. Një fjali të fundit, po Enedes edhe zotit Ramushollit të ta përmbyllim edhe ne. Po, Eneda, po dëgjojmë në gjithë këtë debat që u bë. O, zot. Nuk e di, nuk kom fjarë, por si do qoftë, lutëm për rinin e Kosovës që të avancohen në gjdo aspekt, që t'ju realizohen dëshirat në qoftë edhe për vendin ku jetojnë Kosovë, në qoftë edhe që marrin një rrugë të Evropës. Të mos ta provojnë edhe një jetë dikur tjetër. E qartë, Eneda, faleminderit shumë për Përshëndesim Eneda. Ju faleminderit edhe juve për ftesën shumë edhe ju gjithë të mira, të si të qoftë jemi mirë. Absolutisht jemi së ardhur në çdo moment dhe gjithmonë në këto tema. Faleminderit shumë. Po, Ramusholli. Unë po e përmbylli me një mesazh pozitiv. Që dëshira jam, unë besoj që edhe është dëshira të gjithëve, edhe po e shndroj edhe në apel. Ne gjithë mërgata, gjithë diaspora, kudo që jemi, vërtet punojmë, angazhohemi që kësaj rinia t'i dalim ndihmë, sepse rinia kosovare, shqiptare, kudo që është, e meriton një mbështetje. Është një rini inteligjente, punëtore, sepse na e prekëm këta sot, sepse na jemi po të njëjtit. Janë avancu, janë punë avans, janë punën gjitha institucionet, apo kupton, por vetëm prap politikën, po him padoshën politik, këtyre njerëzve, o duhet me hap një dritare
e këtë drejtare e hapin institucionin, E qartë, po. e hapin vendet cilat kryuan edhe një ri e gjani stabilitet, e gjani mirëqenje. Për momentin s'kemi institucione, besoj e dini këtë. Për këta, unë jam shumë krenar për rinin që kemi, sepse kemi vujt vërtit mjaft, edhe është momenti që... O, shkur të shqep, e kena një rini inteligente, të edukun, të respektun. Askush nuk e mojë këtë. Ashtë që vishë punojnë për rini. Askush nuk e mojnë këtë. Gjitha këto gjëjtat, qoftë për sukseset e rinis, qoftë në diaspor, qoftë të është e dukshme dhe natyrisht ne jemi të kënaqur. Por do të vullnet pozitiv. Vetëm pozitiv. Faleminderit shumë.